Kjo qeveri monoetnike me një vendim, me 24 shtator të 2024-ës ka vendosur që t'i mos llogarisë gjithë banorët e diasporës si qytetarë rezident të vendit tonë. Ky vendim, nga të parë antiligjor, nuk është në përputhje me ligjin për ekzistencë. Dhe nuk është në përputhje me të gjitha normat tjera pozitive, po me gjitha është edhe në kundërshtim me kushtetutën e vendit tonë. Duke ndjekur një kronologji të ngjarjes, grupi i këshilltarëve të PD-s në Gostivar sot gjatë seancës së Këshillit Komunal propozuan që si pikë shtesë e rendit të ditës të futet një deklaratë e cila kundërshton vendimin e qeverisë të datës 24 shtator 2024, me anë të cilës reduktohet numri i këshilltarëve në komunën e Gostivarit për 8 mandate më pak. Përmbajtjen e deklaratës e lexoi këshilltari Aziz Dauti. Propozoj që ky këshill të votojë miratimin e deklaratës kundër vendimit të qeverisë për përcaktimin e numrit të këshilltarëve të komunës së Gostivarit. Gostivari, i cili deri dje ishte një nga 5 qytetet më të mëdha të Maqedonisë së Veriut, tani kalon në mesin e komunave rurale dhe do të krahasohet me komuna si e Zelenikovës, Kratovës, Berovës, Kryshevës dhe Vepçanit. Të ndëruar në veprimin dhe ideologjinë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, diaspora është në zemrën. Pra betejë jonë do të vazhdoj deri në instancat më të larta për të garantuar barazi dhe drejtësi për komunitetin tonë. PD-i do të vazhdoj të luftoj për të drejtat e qytetarëve dhe për një të ardhme më të drejtë për të gjithë ne. Unë jam në shoqatave të gurbetçarëve, të cilët ditëve paraprakin na janë drejtuar në veçanti neve deputetëve nga Gostivari me kërkesë që ky ligj të mos mbështetet, dhe dua të siguroj që në start se ne nuk e kemi mbështetur në fazën e parë dhe nuk do ta mbështesim deri në këtë fazë. Me këto ndryshime të ligjit në mënyrë të paligjshme dhe në procedurë të jashtëligjshme, propozuesit dëshirojnë që të autorizojnë dhe të legalizojnë vendimin antiligjor dhe antikushtetues të cilin qeveria ka miratuar me 24 dhjetor 2024, me cilin vendim ka përcaktuar numrin e këshilltarëve në për komuna. Këshilltarët e BD-s insistuan që propozimi të del në votim dhe më pas për të njëjtin të vendosin këshilltarët me votat e tyre. Kryetari i degës së BD-s në Gostivar Valdet Xhaferi sot e ka përsëritur kërkesën për anulim të vendimit qeveritar, i cili 170.000 mërgjimtar nuk i llogarit si banor rezident në vendin e vet, edhe përkundër faktit që ata sjellin miliona e miliarda euro dhe kontribuojnë shumë në ekonominë e vendit. Kërkojmë nga të gjithë këshilltarët e komunës së Gostivarit që të reflektojnë dhe të kuptojnë se ata mbajnë besimin dhe votën e çdo qytetari të këtij qyteti. Ky vendim, i cili është antiligjor dhe antikushtetues për mos llogaritjen e mërgjimtarëve si banor rezident, nuk ka pasoja vetëm politike, por edhe ekonomiko-financiare. Këto pasoja do të prekin çdo familje të Gostivarit, pavarësisht përkatësisë politike apo etnike të tyre. Grupi i këshilltarëve të BD-s në Gostivar sot lëshuan seancën e Këshillit për të shprehur revoltën që deklarata e tyre e përgatitur kundër vendimit të qeverisë, me anë të cilës reduktohen mandatet e këshilltarëve, nuk arriti të futet në rendite si propozim gjatë seancës së sotme të Këshillit Komunal. I bëjmë apel që në seancën e radhës që të miratohet kjo deklaratë dhe njëra të përcillet të përçohet edhe në nivelin qendror. Para gjykatës kushtetuese dorëzova një iniciativë për vlerësimin apo abrogimin e disa pjesëve të metodologjisë për regjistrim. Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar pjesë të metodologjisë për regjistrimin e popullsisë nga viti 2021 që lidhen me kategorizimin si rezident dhe jo rezident. Kushtetuesja ka vlerësuar se ato nuk janë në përputhje me një nga vlerat themelore të rendit kushtetues të vendit, sundimin e ligjit.